Gjova një intervistë fatën Luçit, ta fatën Pecit, falë se u hapita. E kishtë bo një intervistë dhe kishtë thonë që Ganigeci ju ka dërgua SMS. Fakti është se unë jem taku me fatën Pecin në një aeroport Gjermani, me orë për Gjermanije deri në Kosovë. I kemi në numër të telefonit. Kur ka dalë në një konferencë për shtyp se ai po don me kthy pronat e Ministrisë Bujqësisë, zësisht të Pyllgarisë, unë i kam dërgu një SMS atina dhe ja kam dërgu disa pronat të uzurpuara që kam dëshku që janë të uzurpuara në teritorin e Drenicës. Dhe nuk më ka përgjithë, si do që tjetë, unë tentova me këshyra ata SMS-at, pa e këshri edhe numrin edhe SMS-at, edhe ma qëtë që këtë numër nuk ekziston. Unë nuk jam maj që i qoj dikuj SMS për bashkëpunim, kur njët. Unë kominu që ata lista guzë janë me LDK, tash përshijet që ata janë japonjë e LVV-s dhe japonjë e Marsit Leninit të Kosovës, Shiku, edhe Udva, edhe tash fatën Luçi Albin Kurci, po mënon me përqovë LDK, po kjo LDK të farmuar.